Unë them që kërcimi... Kanë mbaruar njësoj muzika dhe vajzat, e abiqme. Bravo, bravo, bravo. Mirë dhe me përshëndetje se vini sot në qastu të Dragon Channel. Ju përshëndes po vonë dashur spektatorë. Unë them që këtë kërcimi këto ta bëjnë një 6 herë dhe mos flasim ne sot. Të jetë emisioni pa fjalë. Qok, Gyzel, Arnaut, Qëmqakisa. Ka disa momente që duhet të bravo, ka duhet ndale pakuna. Qikoni ke kamera juaj. A që keni ju morë të izëm tremët. Atere, lëvizja njësoj. Mbaron njësoj më muzika me kërcim. Se di, shenjë qametit duke. E ke pa shi unë jashtë të botë? E ke pa që i shkundin breket shejtani? Qameti Ismail Bey. Po duket se të i thënë aty koreografit. Komplimente. Dere me komplimente koreografit. Koreografit. Se, koreografit i thënë, ka mund t'i qonë të largosh pak se dhe me vetë mund t'i bëjmë këto gjëra. Ki kujdes daku se po t'imitojnë lëvizjet. Ke bukur. Ate e mileruar. Jemi në natë të hënë. Dhe gjithmonë kur vjen e hëna, qa është pas të hënës, ose e hëna? Pas të hënës, fillon jeta, e hëna është... Jo. Fillon java. E hëna është fillon java, apo jo? është dita më e... mrekullueshme. Bravo. Po pëse është mrekullueshme, Gendi? Me le. Shi është dita më e... Pa lene minon. Dita e hënë, një dashur, është ditë e mrekullueshme sepse të paktët ne. A themun më ta themun me lepsi se ta themun. Ta thëmë susja. Dita e hënë për ne shqiptarët është një ditë që duhet të fillojmë të punojmë fort për ta bërë këtë vend, që ta lullëzë... Ordro, kush voli pa leje? Dita e hënë qohesh i futi kafe. Jo. Si që ka fleksuar dhe kryeministrin sot Edi Rama? Duhet të punojmë? Po diskutim. A i tha, jo vetëm që Dita duhet hën kazmës. Jo vetëm që duhet punojmë, po duhet rrim dhe në kom. Të punojmë në këmbë. Se ti e di që, si thaj, kush rrim kom? Kush rrim kom dhe val. Po dhe kush rri ull. Në qofë se e tha zoti kryeministër, po ti doj qefi ati na pën të punojmë edhe shtrirë. Si të të doj qefi ty? Zotin Edi Rama. Madhëristit ju doj qefi. Si të keni qefi? Edi Ramën di që pak. Edi Ramën. Qka thënë? Edi Ramën. Në një nga to fjallit e uta. Edi Ramën po them unë ty. Mërë se me hëngre. Po e ndjek Edi Ramën në këmbë. Ndikë. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë për 30 minutat e ardhshëm. Zoti Rama. Zoti Rama, a ka mundësi që t'ulem në karrikën tuaj? Si që tha kryetari i Aleancës Kosovarit Biznesit, kush punon rrin këmbë, kush s'ka punë rri ull. Jam futur punës si derri. Derri i ditës gryet. E thamë për mos i kali, për më duket se kjo nuk është fjallor. Mirë, këtë me siguri nuk e ka gjetur asnjëri. Kush punon këndon. E jam kaqa ku i ferës, të preske pragu i derës. Të mërë shatë gjeljen, i tha Patona Gjiut, unë për rinkom se ka punë ti s'ke punë ri ullur. A di gjove që i tha Patona? Atë ule mund të ky vënd jot? Këtu ishte problemi. Kujti se karrikën ti mërçun. E di qka bërë i për atë karrike? 1 milion shuplaka i ka dhënë për dësë. Ma dhe nishim ne, ishte populli, që i dha shuplaka për të ullur atë në karrike. A i do me netë në kom. Bravo të qoftë të qunë që do me netë në kom. Shiko punën ti, shiko punën të keqe nona. Shiko punën. Lejsh të t'kjere. Shiko, problemi është këtu që, edhe ne punojmë. Jo pak, si terë. Problemi është këtu që, ne pse rim ullur. Ne ta bëjmë emisionin në këmbë. Po këmë, ne dasim, këmë se ne jemi quna që punojmë, apo jo? Quna qaprasa. Po më falë, po këto letrat si ti lexojmë, apo kështu? Deri sa ka dali hernja diskale. In memory, një të fut disketën, në mëngjesë dhe ja kaqë. Pas ke pa filmin Matrix mërëm? Atere Leon, atere mileruar, fjallë të urta me punën e kemi plot si popull. Sa të duash. Me se kemi qenë popull punëtor, dhe jemi. Tjetrit mos i shiko gruan për punën. Jo, të lutem. A falë, tjetrit mos i shiko gunën për punën. Bravo. Ose kemi të shprejnë tjetër që, a i që punon, ljumë a i që punon. Se kur gjës fiton. Kjo është shpreja. Mos i hap gropë shoku, se shoku bën pallat. Me punën e kemi plot, se kemi qenë popull punëtor. Disa punonim ne, të svijen këtu gjithë ditën. Puna është purteka e arit, apo besa e apo me besën ajo.
Besa e shqiptare si Purteka. Këto Purtekat e Arit u nuk i di, plako. Uroj që këto lingotat që ke në shtëpi prej Arit, ti mbash për vetë. Nese e rëndësishme është që Batona Gjiu nuk ka pse ullë ke karrige e Tiranës, dhe e Tirama që se do me bo një pun, le të rridhe në kom, ose ullur. Se të më thunë, kur bëm lene qeverie, qeveriga ullë e s'boka kokrën e punës. O, jam një gjotë tjetër, që bëjë? Jo, se para 23 qëshorë që po të takime me popën ishte ullë. Ra. E thoshe tjeve, ti e ullu, ti ullu. Ti qo, ti i kandej, ti DJ, ti di në koalicioni. Ta shi që ullë? Jo, ta shi që ka karrigën e vetë do me në të në kom. Se merë vesh robi këtë si jo shky punë. A që vështirë kërë-ministri? Që është punë e vështirë. Po jo, po kryon personalitet dy fish, bipolar. Edhe do të rishin kom, edhe do të rish ullë. Se kryeministri jynë, Edi Rama... Të keqe lartë. Që mu desht mu kjo punë. Atere, do të kemi vetëm pas pak, për të folur për një gjë tjetër. Për kë? Për një muhabet është kam një për e lagu. Është kjo pralla me dy dhitë që u përplasën ke ura. Ti ma lagu sta laga. A më shë pralla? Jo. Falë, pralla është kjo, ishte një urë. Kjo ura ishte bërë me lekët e një deputeti. Bravo. Ta themi pasaj apo? U takun dy dhi, hapë rrugën. Jo. Unë se kam lagur, lagë ti. Dëngë një. Unë e di që u takun të shok. E lagë, themi pas pak, vene pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe Qasu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më qërës. Qasu redaksia. Më Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në MyTube, në tube tona. Leti bim tube edhe për YouTube. Bjeri.